Gjykata e shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Durrës ka vendosur masën e sigurisë arrest me burg për Arber Xhaxhain, i cili e shkaktoi aksidentin tragjik tek ura e Dajlanit në Durrës, ku si pasojë humbi jetën shtetasja Vikena Greku, 18 vjeç. 26 vjeçari është arrestuar nga policia natën e 15 janarit dhe akuzohet për veprat penale, drejtimi i mjetit në mënyrë të parregull dhe shkelje e rregullave të qarkullimit rrugor. Sipas policisë, i riu ka humbur kontrollin mbi automjetin që drejtonte në gjendje të dehur dhe sipas automjeti është përplasur me barrierat anësore të urës dhe ka rënë nga ajo. 18 vjeçaria Greku, e cila humbi jetën në këtë aksident, jetonte prej disa vitesh në Gjermani me prindërit e saj Vullnet dhe Valbona Greku, si dhe vëllain e saj të vogël. Burime nga familja bëjnë me dije se 18 vjeçari ishte kthyer në Shqipëri për të takuar gjyshrit e saj. Pas ikjes së prindërve në Gjermani vite më parë, Vikena dhe vëllai i saj i vogël kishin ndenjur me gjyshrit në fshatin Dyshnik të Beratit, ku edhe kishin vazhduar shkollën 9 vjeçare, derisa prindërit kishin mundur të bëjnë letrat e fëmijëve për t'i marrë me vete në Gjermani. Familja Greku ka hapur dyert e mortit për të përcjellë mes dhimbjesh dhe lotësh vajzën e tyre që ishte në lule të rinis. Kujtojmë se aksidenti tragjik ka ndodhur rreth orës 22:15 të së njëjtës, ku 26 vjeçari dhe viktima 18 vjeçaria udhëtonin në një makinë tip BMW dhe dyshohet se për shkak të shpejtësisë të normave të lejuara, makina ka përfunduar poshtë urës së Dajlanit. Ata u përplasën fillimisht me trafik ndarse, më pas makina ra nga ura duke përfunduar në një dyqan lulesh, duke plagosur rojen dhe një person tjetër.